atëherë edhe në Kosovë do heqet mekanizmi i përcaktimit të çmimit me marzhën. Jemi duke e shiquar mundësinë e ndërhyrjes tek sektori i transportit dhe tek sektori i bujqësisë. Unë uroj që stabilizimi i çmimit të naftës dhe derivateve të vazhdojë ditëve në vijim. Kjo krejt do të mbaret nga rrethanat në lindjen e mesme. Shumë e rëndësishme që ky mekanizëm i joni deri më tani ka dhënë rezultatet e veta, ndoshta jo në nivelin 100% ka pasur lëvizje të çmimeve, por gjithsesi që në situatën kur do të kemi qarkullim të lirë në ngushticën e Hormuzit dhe mos ndikim të sasisë apo të çmimit në berzën ndërkombëtare, atëherë edhe në Kosovë do heqet mekanizmi i përcaktimit të çmimit me marzhën. Por duhet më shumë se sa një ditë që të vlerësohet apo përcaktohet sakt a kemi kaluar në një situatë normale apo ende ka hapësirë ose mundësi për destabilitet. Ka pasur alternativë edhe për shoqatës aktorëve sa i përket përcaktimit të marzhës. Si e konsideroni? Po unë e kuptoj që shoqata apo përfaqësuestë e bizneseve duan që të kenë maksimumin e fitimit ose të arrijnë, do të thotë një çmim i cili garanton fitim më të madh. Dhe është e nënkuptueshme se biznesi krijohet për fitim. Megjithatë, ne jemi si regulator në kuptimin e mbrojtjes edhe të interesave të konsumatorit, por edhe sigurimit që nuk do nxjerrim biznese jashtë tregut apo të dëmtojmë edhe sektorin privat. Prandaj edhe këto mekanizma janë të dizajnuar që të ndikojnë në mbajtjen e një balanci në mes të mbrojtjes së konsumatorit, sigurisë që do të ketë furnizim, por jo edhe rrezikim të operatorëve. Partitë opozitare po kërkojnë me ngojnë, që të ketë masa të tjera, sa i përket përveç kësaj marzhës, të ketë edhe masa të tjera që e mundsojnë është edhe të ketë një çmim më të lirë të naftës në Kosovë, qoftë largimin e aksizës apo tarifave tjera, si po i konsiderojnë gjitha këto? Ne konsiderojmë që aktualisht në këtë situatën në cilën jemi dhe menaxhimi si është bërë i situatës, është siguruar që ka pasur furnizim, është siguruar që ka pasur mbarvajtje sektori, por edhe nuk ka shkuar në ekstrem ngritja e çmimeve, përkundrejt lëvizjeve të cilat kanë ndodhur në berzat ndërkombëtare. Konsiderojmë që në situatën si e kemi, jemi duke e shiquar mundësinë e ndërhyrjes tek sektori i transportit dhe tek sektori i bujqësisë, si dy prej sektorëve që prekin kategoritë më të ndjeshme, ndërsa të tjerët, do të thotë të sektorë të cilët ende e kanë mundësinë e operimit pa ndërprerje, ajo mbetet të shihet për një rrethon tjetër. Po unë prap shpresoj që me situatën e arritjes së armëpushimit, në kohën kur ka furnizim në treg dhe nuk ka ndërprerje të transportit, çmimi i naftës dhe derivateve të saj do të stabilizohet gradualisht. Çka nëse edhe pas kësaj ditëve vjem realisht mos i arrit edhe armëpushimi nuk stabilizohet çmimi, cilat janë mosat që në tregun e Kosovë? Po, në tregun e Kosovë. Jo, ne kemi të vlerësuar në baza ditore, në fakt tani 2 herë në ditë, marrim informatat mbi çmimin e importit të naftës dhe derivateve të saj, prandaj edhe kemi këtë mekanizmin e marzhës, i cili nuk do të lejojë të shkohet përmbi normën e përcaktuar të çmimit të naftës dhe derivateve.